kemi qenë kreativ, po më duket. Po, knaqësi me bisedu qetë këtu. Zakonisht kjo emision është i shpejt dhe normal është e nxjerr më të mirën prej njerëzve. Po, me qenë se sot kemi fest, pavarësisht që munden me ndodh disa gjana të vogla, nuk është mirë mi hiperbolizu, por megjithatë duhet jemi të kujdesshëm shumë si popull, pa dyshim të tregojmë kulturë shtetërore dhe kombëtare, duke i pritur ata të cilët i konsiderojmë miq, pra në këtë rast Turqinë. Brëm kemi pas një incident i cili Kosovës ka mujt me i kushtu me humbje të ndeshjes, të pas parasysh që... Se që ka ndodhë? Në Shesh, pra në hotelin të cilin janë të vendosur kombëtarja turke, aty kanë hedhur fishek zjarre. Pra jo a kanë prish gjumin mes natë? Përveç që jo kam prish gjumin, normal njerës ndihen të kërcnuar se nuk dina janë fishek zjarre që ka po ndodhë për i kërcimave, sepse janë një shtet të huaj. Kjo është një praktikë që e bojnë tifos në përkrejt botën. E bojnë gjithandej. Unë dje prisja se do ndodhë të gjithka. Do të ishte kesh si kur mos ndodhë. A kanë mitë pa gjumë, bile. Po, Kroni është e vërtet që e bojnë, dhe nuk ka asgjë të keqe në aspektin shpirtëror se si ti ndihesh duke luftuar ekipin kundërshtar. Por në qovë se e marim këtë aspektin tjetër, sportiv dhe ligjor, atëherë Kosova mundet me u përjashtu në qovë se me hum ndeshën para se me u fut në stadion, për shkak se kombëtarja turke ka mujt me u ndije kërcnume. Pra ndaj, nuk e di që është arrestu dikush në Kosovë për fishek zjarre, po në këtë rast u arrestu në 2 persona, e pëse? Okej, mire ki. Kështë që, pa dyshim, është krejtësisht normale, sepse në tifozllëk njeriu shpesh bën gjëra nga vullneti, nga dëshira e madhe, nuk i harron mjetet për të arritur qëllimin, për të jap edhe vetit atë kënaqësinë, dhe normal pretendojmë në çdo aspekt të marrim fitore, për shkak se është një ngjarje historike për neve si shtet, si sport, dhe Kroni mendoj unë që ne të gjithë shqiptarët edhe fatbarësisht po e shoh nga gjitha treva shqiptare kanë vërshuar në Prishtinë njerëz, dhe mendoj që sot e kemi kohën të hapim ambasadën më të mirë që ka pas ndonjëherë Kosova në botë. Dita e sotit është dita ku ne mund të hapim ambasadën më të mirë, ku mundën me na pa miliarda njerëz duke treguar kulturën tonë si popull në anën e tifozëve dhe duke treguar kulturën tonë sportive si sportist pra në kupën e botës që do mbahet në Amerikë. Gaxhirri, faleminderit shumë që ishte në studio. Shkurt biseduam, po keni ngjarje interesante të cilën nuk mundim ta shmangnim. Kur jemi tek aspekti sportiv, kemi nderin që këtu në studio ta kemi shumë shpejt edhe kapitenin e parë të kombëtarës së Kosovës. Ai është Anel Rashkaj, do të na tregoj për rrugtimin e tij si kapiten, edhe normalisht pritshmëritë e tij për ditën e sotme. Mos harrojmë se ai me ekipin U19 të Kosovës e mposhtë në Turqinë 3-1 këto ditë. Por a do të arrijë dhe kombëtarja ata në poshtë, të çështje e kuptojmë me njëherë pas një shkëputje të shpejtë. Por përpara se të shkëputemi, nuk dim se sa i kushtuam rëndësi edhe vëmendje ditën e sotme, një njeriu që ja kemi borxh këtë ditë, këtë festë, këtë gëzim, dhe ai është natyrisht Fadil Vukri. Kjo është fotografia që ka postuar djali i Gramozi, që natyrisht është gjeneruar me inteligjencë artificiale, dhe aty shihet Vukri dhe Aslani dorë për dorë. Jemi shumë borxh Vukri, kudo që je. Kthehemi vetëm pas pak me Anelin.